Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, në emisionin Rubicon u shpreh se në situatën në të cilën jemi, do të dëshironte që Glauco Njufca ta merrte mandatin e kryeministrit. Ai tha se pas kësaj do të shkonte në zgjedhje të parakohshme, siç u shpreh ai, në dhjetor ose në fillim të janarit. Unë nuk kam dëshirë shumë të analizoj vetëvendosjen. Glaukun e kam mik. Ne kemi qenë miq pavarësisht në të cilat subjekte janë dhe askush mund të na mohojë se kemi miq. Në këtë situatë, kisha pasur dëshirë që Glauku sot ta marrë mandatin e kryeministrit, por ja e që partitë politike opozitare kanë vendosur ndryshe dhe ne po besoj që po shkojmë shumë shpejt në zgjedhje të parakohshme në dhjetor apo në fillim të janarit, e vendos presidentja pas konsultimeve me partitë politike. Por mungesa e qeverisë dhe mungesa e konstituimit të parlamentit është dëm i madh, sidomos në këtë situatë që po kalon Kosova, u shpreh ndër të tjerë Ramiz Ladrovci. Seancat gjyqësore ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi janë anuluar nga dhomat e specializuar në Hag. Pas përfundimit të konferencës së statutit të sotëm, ju njoftojmë se të gjitha seancat dëgjimore të planifikuara më parë për nëntor dhe dhjetor në gjyqin Thaçi e të tjerë janë anuluar dhe hequr nga kalendari i gjykatës, siç u përmend gjatë konferencës së statusit. Klubi gjykues synon të nxjerrë një vendim mbi hapat e mëtejshme në procedura më vonë këtë javë, thuhet ndër të tjera në njoftim. Kujtojmë se në Hag kanë dëshmuar si dëshmitar të mbrojtjes së Thaçit ndër të tjerë. Kanë dëshmuar diplomat amerikanë si James Rubin, Christopher Hill dhe së fundmi ish generali i NATO-s Wesley Clark. Në mbështetje të kryerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë mbajtur 4 protesta në Prishtinë, Hag, Tiranë dhe e fundit ka qenë në Strasburg, ndërsa më 5 nëntor janë bërë 5 vite prej kur 4 shja e UÇK-s ndodhen në paraburgim. Ish kryerët e UÇK-s akuzohen për krime të pretenduara të luftës, për çka janë deklaruar të pafajshëm.